fakti që mazhoranca që nga 2013 apo themi, që mori pushtetin, dështoi të bënte të paktën ato që bëri një familje vetme nga Lezhë në gjykatën e Strasburgut, që dominoi dhe mposhti shtetin shqiptar me të drejtë, do të thotë që dhe mazhoranca nuk e ka patur, po themi, qëllim në vetvete, zbulim në të vërtetës asaj ngjarje. Tingëllon shumë keq, por materialet dhe faktet të çojnë aty. E pare punës ajo që thash, një familje vuri në lëvizje, shteti që drejtohej nga kjo mazhorancë, e cila të paktën kishte interes ta zbulonte, nuk e ndihmoi këtë familje, por kjo familje e vetme ja doli në Strasburg. Dhe jo vetëm që ja doli në Strasburg, por për këtë familje duhet kemi nder dhe respekt të gjithë ne, sepse nëpërmjet vendimit të Strasburgut, kjo familje jo vetëm vuri në vend dinjitetin e familjarit të tyre, por ndihmoi çdo shtetas shqiptar që nesër mos gjendet i zbuluar përballë armëve të cilat shkrehen nga shteti në mënyrë të parregullt. Dhe ke mazhoranca, përveç këtij momenti që nëpërmjet avokaturës shtetit, po themi, për shembull, mazhoranca mund ta kishte ndihmuar këtë familje në Strasburg. Nuk e bëri një gjë të tillë. U pa nga procesi që familja e Alex Nikës veproi e vetme në gjykatën e Strasburgut. Por nga 2013 deri në sot, të gjithë elementët që formojnë organet ligjzbatuese ekzekutive i kishte në dorë mazhoranca. Ne kuptojmë të tëra format e hetimit, që janë policia e shtetit. Ne kuptojmë të tërë veprimtarinë e shërbimeve të inteligjencës, të cilat ishin të komanduara dhe të kontrolluara nga mazhoranca. Çfarë bën ata për këtë ngjarje? Zero. Kanë bërë vetëm veprime të cilat dukeshin sikur bëheshin nga 1 janari deri në 21 janar, vendoseshin karafilat në 22 janar, policia e shtetit harronte, po them, kur them policia e shtetit, të gjithë elementët hetimor.